Mirëmbrëma në podcastin ton Xhiro me Syçin. Sonte do të kemi një personazh interesant, që atipik, që nuk rri rehat as me veten e vet, që hecën gjithmonë dhe flet gjithmonë sikur është në zjarr. Do të flasim sigurisht për zgjedhjet, se nuk ka temë tjetër këto 3 ditë. Ditën e diel shqiptarët do të shkojnë në kutitë e votimit për të zgjedhur parlamentin e ri shqiptar, nga ku do dalë dhe qeveria e re që do të fillojë punë shtator. Sonte pra kemi Erion Braçen. Zoti Braçe, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në podcast me Syçin. Gjithë ato që them më lart nuk shkojnë me Zoti. Zoti është një, unë jam Erioni vetëm. Jo as shoku, unë jam Erioni. A shok, kështu jam, shok me dynjan jam, po jo shok në atë kuptimin tënd pejorativ që e ke partisë, po shoku Erion. Në fakt në parti drejtojnë në njëri tjetrin me shok. I thoshe shoku Prokop atëherë, shoku. Po pse edhe në partinë ju shoku i thoni pra. Po se kam për turp edhe po ta them edhe këtë gjën, po thash ato që them më përpara nuk shkojnë me Zoti. Po ja, ka njëlsi, edhe kjo ka njëlsi do si form. Ja them gjithëve, edhe gjatë gjithë këtyre viteve, po edhe tani në fushat elektorale, më thon Zoti Braçe, i them Erion. Erion, edhe mua Syçi më thonë, se kam problem fare. As me emër, ja ku e ke. E bekove, i vetmi që e bekove. Jo, mos jam papun fare. Asoj. Erion, edhe 3 ditë shqiptarët do shkojnë kutitë e votimit për zgjedhjet parlamentare, nga ku do dalë qeveria e ardhshme. Përse shqiptarët duhet t'i japin mandatin e 4 qeverisë socialiste, nga ku do dalë Partia Socialiste, nga ku do dalë dhe qeveria e ardhshme. Okej, se domethënë ka një diferencë midis Partisë Socialiste edhe qeverisë apo qeverive, qeverive socialiste. Sepse mundet që një qeveri edhe mund mos ta meritojë, mundet që brenda saj edhe një ministër, një zëvendësministër, një drejtor, një pjesë administrative e saj mund mos ta meritojë që të jetë nesër, pas nesër të jam. Prandaj ne kemi thënë që problemi ynë është të ndryshojmë veten. Kohë pas kohë, me qëllim që të përshtatemi dhe të korrigjojmë, edhe të përshtatemi me njerëzit, kërkesat e tyre, po mbi të gjitha të korrigjojmë veten. Është themelore që të korrigjosh veten në sjellje me qytetarin dhe me objektivat që ke marr kur je votuar dhe ke marrë një mandat 4 vjeçar. Pastaj Partia Socialiste meriton një mandat 4 për shumë gjëra. E para mbi të gjitha për këtë transformim që i është materializuar vendit në harkun e 12 viteve. Së dyti që është shumë e rëndësishme për të punuar, për të vazhduar, për të bërë punën. Edhe më mirë se sa Partia Socialiste punën, nuk e ka bërë kush para nesh. Së treti që është themelore, për të mos cënuar ato arritje, ka shumë që i kundërshtojnë, ka shumë që i kontestojnë, ka shumë që janë kritik, po ato arritje që ka shënuar reforma në drejtësi. Është shumë e rëndësishme që drejtësia, qoftë penale, qoftë civile, po mbi të gjitha drejtësia sociale të instalohen në këtë vend. Dhe është bërë një hap shumë i rëndësishëm përpara që duhet shkojë deri në fund. Dhe përtej Partisë Socialiste nuk ka nga këto. Po të shohësh të gjitha forcat politike që janë konkurrente me ne apo janë garë me ne, tjerë me radhë, atakun kyç, atakun kryesor e kanë përkundrejt sistemit drejtësisë. Apo drejtësisë së re që është instaluar në këtë vend. Kështu që unë mendoj që këto tre ka pas vrejtje edhe nga Partia Socialiste në lidhje me drejtësinë. Po patjetër që mund të ketë vrejtje, po në cilin aspekt? Në aspektin e lirive dhe drejtave të njeriut. Jo në aspektin e veprimit, reagimit, penal. Ta quani organizat kriminale. Eksaktësisht, unë e kam thënë edhe diku tjetër që nuk jam dakord me çdo lloj sulmi që vjen nga politika përkundrejt sistemit drejtësisë, prokurorëve dhe gjyqtarëve. Prokurorët dhe gjyqtarët janë të atakueshëm nga ato institucione që parashikon kushtetuta dhe ligji, jo nga politikanët. Por po them, drejtësia në kushtet në të cilat është, në të cilat ndodhet, patjetër që ka të meta, ka vend për të përmirësuar, ka vend për të korrigjuar pafund etj me radhë, por nuk ka qenë kurrë në harkun e 100 kusur viteve shtet. Pra po them, për këto gjëra dhe mbi të gjitha, për të goditur korrupsionin dhe për të vazhduar për ta luftuar korrupsionin, unë mendoj që ne meritojmë një mandat 4. Do duket
si alucinante kjo që po them tani. Megjithë Por më tregoni një rast në 35 vitet e fundit kur korrupsioni është goditur kur partia ka qenë pushtet, dhe më tregoni një rast kur partia që është në pushtet, qeveria e saj, ka hequr mbrojtjen politike për të akuzuarit ndër rrethin e saj dhe ka lejuar drejtësinë. Pra, janë disa arsye për cilat mund votohet Partia Socialiste përsëri për të marrë një mandat 4, e ku unë mendoj që një nga arsyet e rëndësishme është që procesi që ka nisur i çeljes, i negociatave dhe i përfundimit të negociatave me Bashkimin Evropian nuk duhet ndërprer, duhet shkojë përpara. Okay. Megjithatë jam dakord. Megjithatë kemi një paradoks. Që ju thatë që Partia Socialiste është e vetme që do të luftoj korrupsionin. Por në anën tjetër, korrupsioni i cili është kthyer në një gangren politike ekonomike dhe këtë nuk mund ta mshijë. Jo gangren. Okej. Në kulturë. Në kulturë flas. Në kulturë. Po është kthyer në kulturë. Unë jam dakord se i kam opozuar. Edhe një herë, është kthyer në kulturë. Korrupsioni këtu nuk fillon nga lart poshtë, po fillon nga poshtë lart. Sepse jemi të gjithë korruptueshëm. Nuk jam dakord me këtë gjë. Por për shkak të korruptuarve që qëndrojnë edhe lart, edhe njerëzit fillojnë të adoptojnë dhe kërkojnë një shërbim. Kjo është shumë e thjeshtë, nuk është sot, nuk është sot. Ne jemi në natyrën tonë, nuk jemi një shoqëri që nuk e kemi atë kulturë që mos korruptohemi. Tash të jemi sinqert dhe unë nuk po them që kjo ka filluar me qeverinë socialiste. Kjo ka qenë dhe përpara, ka qenë mos shkojmë në histori tash, po që në vitin 92 ne dim si ka funksionu këtu. Shkojshë ke dera spitalit do t'i pse lek. Shkojshë ke infermieri do t'i... Edhe para vitin 90. Edhe para vitin 90. Po ka qenë korrupsion tjetër sepse po edhe gjatë kohës Hamedzogut, po edhe gjatë kohës pushtimit italisë, po edhe gjatë kohës edhe gjatë kohës pushtimit turk ka ekzistuar kjo. Po, dhe ekziston dhe në vende tjera, po jo si ke ne që kthehet në një makt. Tashti, unë mendoj që korrupsioni pra si thash nuk ka filluar sot, ka qenë dhe dje. Se unë kisha pyetje për më vonë, po me që na dolën ta konsumojmë. Pra, keni të drejtë kur thatë ju krijuat sistemin e drejtësisë dhe ju po e leni të punoj sistemin e drejtësisë. Të vetëdijshëm që do ndodhte eksaktësisht kjo që po ndodh. Pra, korrupsioni nuk është se lindi me Partinë Socialiste që erdhi dhe tash doli tani është për fakt sepse ju la drejtësinë veproj. Por korrupsioni ka qenë dhe përpara, rrezik ka qenë më i madh. Un kam një ide tjetër. Kam një ide tjetër që e kam thënë dhe ja u kam thënë aty në sy në parlament. Që nuk është se para vitit 2013 nuk ka pas korrupsion. Edhe në kohën kur ka qeverisë Partia Demokratike, edhe në kohën kur ka qeverisë Partia Socialiste. Por përveç faktit që tani është më evident sepse po luftohet, po goditet e tjerë, ka edhe një diferencë shumë të madhe. Korrupsioni deri në vitin 2013 ka qenë i përgjakshëm. I përgjakshëm, e vërtet. Sepse janë vrarë njerëz duke i vjedhur. E vërtet. Siç është Gërdeci, dhe janë vrarë njerëz duke i shfrytzuar. Dhe janë vrarë njerëz duke i shfrytzuar barbarisht në një sipërmarrje që ishte korruptive totalisht. Janë vrarë njerëz mes bulevardit. Janë vrarë njerëz mes bulevardit. Tash ti për këtë. Dhe janë vrarë njerëz për të mbritur një akt të pastër korrupsioni edhe vjedhje. Kështu që korrupsioni ka qenë aty, ka qenë i përgjakshëm, ka qenë i pahetueshëm, i pagjukueshëm, i pandëshkueshëm. Ndërkohë që tani është i hetueshëm, i gjukueshëm dhe i ndëshkueshëm, madje edhe i sekuestrueshëm. Dhe i sekuestrueshëm. I ndëshkueshëm, atëherë le t'ja fillojmë. Se kisha këtë pyetje dhe manzore. Pra, ju thoni korrupsioni si ndëshkueshëm. Dhe thatë me të drejtë që korrupsionin qeverinë para se të vinit ju në pushtet, ka qenë i përgjakshëm. Ka qenë i përgjakshëm. Dhe bim dakord me këtë dhe ju thatë 3 shembuj, po mund të japim edhe shembuj lokale më të vogël sa duhet. Mund t'ju jap një shembull që është shumë signifikativ. Është Bulqiza. Bulqiza. Njerëzit që vazhdojnë humbin jetën atje në për galeri, po që shiko, një jetë është shumë e shtrenjtë edhe një, e vetme. Edhe aty po ndodhi një dramë, se është akoma dhe një djalë i ri atje, që strukturat e shtetit po merren që ta nxjerrin paktën nga dheu për t'i dhënë prindërve një vend ku po të llogarisim edhe vrasjet për biznes. Por po them, në Bulqiz
në Bulqiz, për shkak të mënyrës se si është privatizuar Kromi, për shkak të mënyrës se si janë dhënë licencat e Kromit, etj. Korrupsioni ka marrë një trajt të tmerrshme e të përgjakshme pikërisht atje në Bulqiz. Dakor. Tash ti, për të ardhur për punëtorët, për fat keq për punëtorët. Ju që thatë tash edhe sekuestrohet edhe dënohet edhe dëshkohet edhe vritet. Atëherë, çfarë mendoni për Spakun? Kur shumë mirë ka bërë dhe ju keni leju, do nuk jeni fut në përkom Spakut me arrestimet që ka bërë dhe janë shumë o shumë nga Partia Socialiste dhe janë pushtet dhe nuk është se më vjen keq kush të fusit durët në dhe janë pushtet dhe kanë qenë njerëz me pushtet. Se është shumë e rëndësishme. Po kanë qenë njerëz me pushtet. Dhe ju keni 35 vjet në politik, do të thonë fëmijë keni hyrë në politik, por mund thonë çdo gjë për Erion Braçë, por nuk thonë që Erion Braçë o hajdut. Nuk thonë që Erion Braçë ka bërë korrupsion. Hajdut me zor nuk bë kush. Që t'jemi qartë. Po nuk deshe të vjedhësh, nuk të merr njeriu të thotë hajde vidh. Po. Edhe për vetë edhe për mua. Po. Vje keq tani në këtë aspekt. Jo, ke plotësisht drejt. Por në anën tjetër, a mendon se ky Spak ose jo Spaku, po segmentet Spakut apo individ Spakut po veprojnë me një anësi politike, kur siç thatë dhe ju me të drejtë, ne kemi pas korrupsion gjaksor. Pra, po i përmendon tash, kemi Gërdecin, Janarin, rrugën e Kombit, e tjera sa dush. Si ka mundësi këto njerëz? Nuk paraqiten. Tani unë pash një moment, Fatmir Mediu ishte duke ne të pi kafe aty. Dhe Spaku nuk është në gjendje ta marri. I largohet çdo ditë Spakut. Pra, në qoftë se ne do të besojmë ke Spaku, a duhet besojmë ke segmente apo individ Spakut, të cilët i zgjasin këto çështje deri në kalendat greke, kur këta janë krim. Dhe unë po ta përsëris një gjë Braçe që se kjo është revoltuese. Po ta përsëris një gjë që e kam thënë në shumë emisione. Në qoftë se janë duke u vjedhur 2 banka. Në bankën e Syçit, kanë hyrë, kanë vjedhur parat, por nuk kanë vrarë njerin. Në bankën e Erionit kanë hyrë, por kanë vrarë edhe personelin. Nuk kanë bank. Po e marr si shumë. Mirë, okay. As unë s'kam bank. Po ku di unë? Nuk e Ti s'bën deklarim pasurie vëlla. Po hajde më ta bëjmë vend. Okej. Po e kam bërë në Amerikë. E bëjmë. Mirë, atje po. Çdo kohë që ai standard na duhet në. Po çdo vit që paguaj taksat 1 për 1. Ai standard na duhet se kur shoh makinat që parkohen bulevardin dëshmorët e Kombit, sinqerisht them, po mirë, ne deklarojmë. Po këta kur do vi dita deklarojnë. Biles çdo herë që kur kam bën ai gabim ne jom vjen me fi edhe vjen me fi edhe me gjob. Eksakt. Ja. Qartë. Po, tani po e kishim këto tash. Si ka mundësi e çën këto çështje deri do të pyes për klubin e Partizanit. Që unë e di, po kam qejf të ma shpjegoni ju se keni qenë marrë me klubin e Partizanit. Gërdecin, 21 Janarin, rruga Kombit, këto janë çështje jo vetëm vjedhje të grabitje, jo vjedhje, por janë dhe gjaksore. Pra, si duhet besojnë si qytetar ke Spaku, kur Spaku ma një double standard. E bën këte nga presioni, e bën këte nga pagesat që merë, e bën këte për orientim politik. Jo, më lejo një përgjigje. Kam të drejta ngrejon këtu. Patjetër, pyetjet janë legjitime në çdo rast. Unë s'besoj që qoftë drejtuesi i Spakut, por qoftë edhe drejtuesit e GKK-s, gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, se ky është problemi më i madh, nuk është Spaku. Është GKK-ja, për gjitha këto çështje për cilat ju folet. Është dhe GKK-ja, atje më tanë që duhet të çojë proceset përpara. Nuk besoj që ja mohojnë pikpyetjen gjithkujt që kërkon të flasi për apo të ngrej pikpyetje për punën e tyre, veprimtarinë e tyre. Shiko, unë kam qenë një nga mbështetësit kryesorë të reformës drejtësi. Mbase për shkak të përvojës në parlament, mbase për shkak të zërit më të fortë në parlament e kështu me radhë, po edhe për shkak të dëshirës time që në këtë vend të bëj drejtësi. Të bëj drejtësi për këto çështje për cilat ju thoni, po të bëj drejtësi edhe për çështje korruptive që janë në të përditshme në qytetarëve në raport me institucionet e qeverisë, po edhe me vetë qeveri. Unë e dija këtë që në momentin që ne kemi miratuar reformën e drejtësisë, e dija që do të vinim në një pikë të tillë. Ajo që detyrimisht që unë nuk jam dakord, nuk e pranoj dot, e kështu me radhë është ngjarje të tmerrshme, korruptive që kanë ndodhur para vitit 2013 apo para vitit 2015-2016 kur u bë reforma e drejtësisë,
2016 konkretisht kur filloi të vihet në lëvizje mekanizmi i reformës drejtësi me vettingun radh parë e pastaj me ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë, të mos hetohen, të mos gjykohen dhe personat të mos mbahen përgjegjës. Këtë nuk e pranoj dot. Por në krahun tjetër ju nuk do të dëgjoni kurrë që unë të flas me negativitet përkundrejt këtyre institucioneve të reja të drejtësisë. Nuk do të dëgjoni kurrë nga unë që ti sulmoj. Unë thash segmente ose individ. Qoftë edhe për segmente, unë nuk i ndaj dot. Në qoftë se kam pas një vërejtje për Erion Velin. Fal, po ju thoni në momentin që thoni unë nuk e pranoj dot, që këto nuk do shkojnë krimin gjakësor. Korrupsionin gjakësor. Unë nuk e pranon, e thu me etik, po një të gjë thu. Njëjtën gjë thu, po e pranon. Të lutem më lër ta mbaroj. Pra, në qoftë se ka pas një gjë që unë nuk e pranoj edhe tek Erioni, ai është në kushte të vështira etj me radhë, patjetër që ka drejtën e tij legjitime që të mbrohet etj me radhë, por unë do doja shumë që Erioni të bërtiste fort edhe të ulërinte të vërtetën e tij personale. Mua nuk më intereson fare e vërteta një prokurori atje, e vërteta një prokurori jetës tij, sjelljes tij, e ku di unë tjerë me radhë. Duhet t'i interesoj institucioneve që kushtetuta ka legjitimuar për t'u marrë me të. Mu nuk më duhet, domethënë sulmi publik përkundrejt institucioneve të reja të drejtësisë. Mua më duhet që institucionet që ka parashikuar kushtetuta në raport me prokurorin, me gjykatën të funksionojnë. E të merren detyrimisht edhe për çështje që ngrihen si dyshime ndaj tyre. Thën këtë, unë nuk dua prej tyre hakmarrje për Gërdecin, për 21 janarin etj. Po ta them shumë qartë sot, e kam thënë vazhdimisht dhe do vazhdoj ta them. Unë nuk dua hakmarrje për Sali Berishën si tifoz i Partizanit. Ja. Nuk e dua këtë gjë. Unë dua që Sali Berisha dhe cili do tjetër që ka qenë pushtet, ka pas pushtet, ka hedhur firmën etj. Të hetohet, të gjykohet mbi bazë të prova dhe fakteve për klubin Partizani, apo për biznesin e ngritur atje, apo për të ardhurat e xhiruara, apo të akumuluara nga i biznesi ngritur atje. Kjo është ajo që mua më intereson. Unë nuk dua që Sali Berisha, apo unë nuk dua hakmarrje ndaj Sali Berishës për 21 janarin, ndaj Lulzim Bashës për 21 janarin, ndaj drejtorit përgjithshëm policisë shtetit në atë kohë për 21 janarin, ndaj komandantit gardës, ndaj atyre që pushkatuan në fund fare njerëzit si hakmarrje. Jo, unë dua një proces të qartë, drejtësie të mbështetur në prova të ligjshme. E ku mbahen përgjegjës që të gjithë bashkë, në qoftë se janë që të gjithë bashkë fajtor. Në atë histori, fajtor penal deri në fund. Këtë kërkon edhe vendimi i gjykatës europiane të drejtave të njerëzit për çështjen e 21 janarit, këtë kërkoj dhe unë. Dhe cili do tjetër që jeton këtë vend edhe që do këtë vend normal, jo një vend ku mbi zotron hakmarrja politike ndaj njëri dhe tjetrit. Jo, dua që drejtësia të bëjë drejtësi. E njëjta gjë është për Gërdecën. Unë nuk mund të pranoj që gjyqi të shtyhet pa arsye apo me arsye pse filan i pandehur rinë Rokner nuk shkon në gjykat. Fatmir Mediu më thoi. Po aty e ke unë nuk besoj dhe nuk ka kohë për aqitën në gjykat. Nga sa i njoh funa të çështje. Nuk dua të hyj në thelb çështjeve të tjera, po nuk besoj që përgjegjësia mbetet vetëm tek niveli i Fatmir Mediu. Ja, padyshim. Keni qartë. Padyshim. Se nuk kishte takat Fatmir Mediu ta bënte vet atë mega biznes atje, të përzinte nga biznesit të tjerë, të hynte në marrëdhënie me kriminal e me trafikant ndërkombëtar armësh për të ngritur atë atje. Nuk e kishte ai. Thjesht vetëm Fatmir Mediu është pjesa e atij zinxhiri që ngriti Gërdecën. Dhe në qoftë se un kam një vërejtje, po e kam vërejtjen, ajo çështje nuk është hetuar në themel. Në tërsinë e saj nuk ka qenë hetim gjithëpërfshirës dhe nuk ka mbajtur përgjegjës të tjerë njerëz që janë realisht përgjegjës, po aq sa ky tjetri. Dakor? Pra, këto janë të themi fushpamja ime në atë raport. Ama a duhet i japim kohë drejtësisë që gjej provat e mjaftueshme për gjithë ta? Po. E di çfarë nuk falon? Ke organet e drejtësisë së re? Mungesën e vullnetit për të hetuar pikërisht këto çështje. Prit, mungesën e vullnetit për ta bërë hetimin gjithëpërfshirës. Jo se do Erion Braça, po se faktet ulë rasin. Janë mbi 10 dokumentare të bëra në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaj, që materializojnë prova shumë të rëndësishme,
I fundit fare ka qenë një Al Jazeerës për Gërdecin. Ka prova aty, tabulate, fakse, komunikime, çdo gjë që përfshin shumë më tepër njerëz se sa ata që janë mbajtur. Ulurin të vdekurit e Gërdecit nga varri. Ulurin të vdekurit e Gërdecit nga varri. Mungesën e vullnetit. Po kur ka mungesë vullneti, ka pa drejt. Mungesën e vullnetit për t'i hetuar e për të bërë një hetim gjithë përfshirës për këtë çështje unë s'pram. Po kanë ndodhur gjëra më të rënda se kaq. Po mirë, si nuk i vajtin mendje një prokurori, edhe këtyre prokurorëve të drejtësisë së re ta marrë ta hetojë në thelb bulqizën. Po. Ta hetojnë thelb bulqizën, duke filluar nga aktet e privatizimit, e të dizintegrimit të një miniere, e kthimit në vrima të një industrie në vrima, që ndahen për 2 për njërin, 3 për tjetrin, 4 për njërin, 4 për tjetrin, dhe mënyrën se si është shfrytzuar ajo pasuri kombëtare atje, që ka pasur jo vetëm punëtor të vrarë, po edhe pronar të vrarë, për shkak të interesave të mëdha që kryqëzohen në prerje të tuneleve të mineralit, pikërisht atje në Bulqis. Po si su morë njeri me atë privatizimin e Armos, që ka marrë jetë njerëzish. Sa na dalin shumë. Ka marrë jetë njerëzish. Na dalin po shumë. Si su morë se është konsumuar këtu në Hotel Rogner, si su morë njeri, e spati kura njeri, i kam denoncuar unë vetë, i kam quar unë prokurori, kur ishte Adriatik Lalla, prokurori përgjithshëm atje, që dosje. Që është sot në kërkim. Dosje që delegohen atje, ku në kërkim, e ishte publikisht ke takimi këti. Që kërkim, një njeri që del publikisht është kërkim. Po them, si su morë njeri me privatizimin e dështuar të Al Petrolit, është konsumuar këtu. Po si su morë njeri me privatizimin e të mërshëm të 4 hidrocentraleve që ishin kuror, legjitime, shumë interesante edhe kontributive në gjithë sistemin ton elektroenergjetik. E di përsa janë shitur 2 bistritat dhe 2 ulëzat për vlerën e të vëshët si ne si kishim rimbursuar ne si shtet. Nuk i kishim rimbursuar kurumit. Ta kupton se si janë shitur. Tani ju jeni kontradiktor, sepse ju keni të drejtë për gjithë të thoni, po në anën tjetër thu jo spaku. Po duhet të bëjmë pra, nuk ka vullnet, ka një gjë që e pengon se është shumë i vullnetshëm, po mirë për pozitën është shumë i vullnetshëm, dhe ke 60 zyrtar të pozitës arrestuar sot kryetar bashkie. Dhe shumë mirë kanë bërë. Po në anën tjetër, këto krime, këto të vdekur që u lurasin nga varri, këto lejohen të pinë kafe në Rogner, të dalin edhe donë të marrin pushtetin. Ky pra është problemi. Ma tha dhe dikush gjatë fushatës elektorale, si ka mundësi që zjatën pa fund gjyqet. Tani, ai gjyqi që zjatët, nga njëra anë është edhe shpenzime, që i faturon buxheti i shtetit, angazhon prokuror, angazhon gjyqtar, angazhon avokat, po shfrytëzohen ambiente, harxhohet thjesht dhe vetëm energji elektrike. Në fund fare, po ta marrim kaq banalisht, po angazhojnë forcat policisë, si sjellin të akuzuarit, të tjerë shoqëror të akuzuar, ka kosto, edhe nga pikpamja ekonomike. Ndërkohë që mbi të gjitha ka kosto të madhe besimi. Gjykata e krimit organizuar, e kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, po hum fort apo po merr kosto të madhe në historinë e zvarritjes proceseve gjyqësore, sa i takon besimit qytetarëve tek ai institucion. Arrum pronat, po me pronat është bë masakra me pronat. Tek ai institucion, po bjerret besimi. Po bjerret besimi. Dhe ky është një problem shumë i madh që duhet ta alarmoj të gjitha ato institucione që kushtetuta ngarkon me mbikëqyrjen, me kontrollin dhe natyrisht me vënien e eficiencë të organeve drejtësisë. Çfarë pret drejtësia kur ne dim që dokumenti nga Venecia ka ardhur për klubin Partizani. Domethënë, vazhdon zvarritë gjithë Tirana që ajo pron ka qenë ble nga Italia dhe ajo i takon të shtetit mrapa, don pronarët janë pagu. Këta kanë falsifikuar dokumentat. Dokumenti ka ardhur nga Venecia, nuk e falsifikon dot. Përse zgjatet ky gjyq? Përse nuk i merret sekuestrohet gjithë pasuria këtyre njerëzve se nuk mund të qisin njerëz që kanë shit. Don ku është? Përse duhet të kemi besim unë? Përse duhet të kemi besim? Po flasin pra për fakte, për të vdekur që u lurasin, për vjedhje të hapura, se kush i kujton më sa kanë bë. Mirë, dakord, okay, i kuptoj të gjitha. Por ajo është një çështje që është nën gjykim. Do duhet që GKK-ja të japi fund manovrave që zvarrisin procesin të avokatëve, me qëllim që procesi shkojë përpara dhe ne të marrim të vërtetën nga gjykata. Që do të thotë të bëhet
hetimi gjyqësor dhe natyrisht bëhet një proces i drejtë dhe i ligjshëm gjyqësor. Dhe ne të kuptojmë të gjitha këto fakte dhe nga një institucion që për hir të vërtetës është në pavarësinë e tij të plotë sot. Nuk ka as kryeministër mbi kokë, nuk ka as president mbi kokë, dhe nuk ka qenë kurrë në të tilla kushte. Ndonjëherë. Dhe ajo që thonë që Rama kontrollon drejtsinë nuk ka sens. Si kontrollon ka drejtsinë kur të tjerë po ikin njëri ma tjetër. Është muhabet kot, nuk kontrollon edhe as i bindet njëri nga ata. Sot që flasim. Tani unë mendoj që janë ata thelbi topin e kanë ata. I kësaj gjëje, e kanë topin atje, e kanë gjithë mundësinë të bëjnë drejtësi. Ajo që mua më intereson tani në raport me klubin Partizani është të themi një gjë tjetër, që është akoma më e rëndësishme. Klubi Partizani është bërë një padrejtësi e madhe. Është për zënë. Ju hoqën territoret, ju hoqën çdo gjë dhe fal atij presidentit dhe mikut tim, Gazmend Demi, sot kemi akoma klubin Partizani. Dhe kanë ngret një ambient, jo vetëm ndaj tij, një ambient modern. Jo vetëm ndaj tij, po edhe të tjerëve që kanë qenë para tij, sepse kjo betejë kundër klubit Partizani ka nisur kur atje ishte presidenti përparim Laçi. Dakor? Dhe pastaj erdhi Gazdemi dhe ngriti në një nivel tjetër. Edhe mori vetëm një stem dhe ngriti këtu me një stem atje. Një stem vetëm ka marrë. Sepse territoret u morën për të bërë pallate. Dhe me mlef, se nuk ishte kjo gjë, se kur unë flisja në parlamentin e Shqipërisë për këtë gjë, sepse po nuhasja që po ndodhte diçka me klubin Partizani, fal të ndjerit Bekush Birçe, fal Neptun Bajkos, fal isatarës e tjerë mëra që erdhëm takuan thanë, ej, po na grabisin historinë. Jo thjesht tokën, po na grabisin historinë. Dhe kur unë çohesha në parlament, Saliu çoi atje merre me yllën e Partizanit. Nuk merre me tokën që po vithe, po merre me yllën e Partizanit për ta kthyer në një çështje ideologjike. Ndërkohë që tani jemi në pikën kur i takojnë qeverisë apo qeverive t'i kthej Partizanit atë që është grabitur në një projekt, që është projekti më i madh sportiv në territorin e Republikës së Shqipërisë. Çfarë po bëhet për ligjin për sportin? Lutem, e kam parë kryeministrin tim që ta amplifikoi fort atë akademinë e Manchester City. Po Gazmend Demi ka bërë atje një akademi. Ka një akademi zinxhir që ka dalë kampion me 17 nën kampion. Në të njëjtat për masa, në mos më e madhe, se sa akademia e Manchester City. Po, e pash edhe ambientet. Tani i takon Partizanit, edhe për shkak të kësaj historie të tmerrshme. Grabitje që i kanë bërë dhe sulmi të paimagjinueshëm kohë pas kohe që të marrë nga qeveria atë që i takon. Dhe kjo historia e terreneve atje duhet marrë fund. Partizani e ka gjithë mundësinë që të bëhet akademia më e madhe në Ballkan. Jo akademia më e madhe në Shqipëri, po akademia më e madhe në Ballkan. Kjo është një anë. Po ç'po bëhet për ligjin për sportet? E dyta, ligji për sportet ka ardhur momenti që ta diskutojmë. I kanë bërë një propozim kryeministrit kur ca të fandaksur atje stopuan futbollin për t'i bërë shantazh qeverisë Partisë Socialiste. E stopuan futbollin, nuk është luajt futboll këtu një muaj ata, 2 muaj, se kështu donte KK. Kështu donte KK-ja, që mos luajë futboll për t'i bërë shantazh Edi Ramës. Kush është KK-ja? Pa është njëri aty. Pra për t'i bërë shantazh Edi Ramës. Dhe i kanë bërë një propozim atje për të bërë ca lehtësime. Jo gjithë paketën që ata kërkonin, për të bërë dita. Dhe më tha, lëre se do bëjmë një gjë më të madhe. Tani është koha për të bërë gjën e madhe. Për të rregulluar ligjin për sportin e për t'i dhënë një mundësi sponsorizimi këtyre ekipeve të futbollit, po mbi të gjitha këtyre akademive të futbollit që merren me fëmijët, sepse unë vazhdoj të insistoj që klubet e futbollit nuk duhet të jenë në trajtin që janë. Klubet e futbollit duhet filluar nga Partizani, duhet të kthehen në ndërmarrje ekonomike që kanë për aktivitet bazë sportin, po duhet të kthehen në ndërmarrje ekonomike që prodhojnë të ardhurat. Nuk mund të vazhdoj kjo histori që paguan Gazdemi, paguan Ysen Belliu i Durrësit, paguan ai i Shkodrës, paguan ai tjetri i Vlorës, paguan ai tjetri e kështu me radhë. Jo vetëm që s'kan fitim, po kanë humbje. Dhe nuk kthejnë pas të ardhurat në klubet e tyre. Jo, nuk mund të jetë kështu. Duhet që kjo sipërmarrje ekonomike të prodhojë sport. Po ama të jetë e qëndrueshme, që të jetë e qëndrueshme, duhet i japim ca instrumenta ekonomik që i kanë dorë qeveria për t'i stimuluar. Dhe tani është momenti për të bërë. Unë nuk them si një kolegja ime që deli ati që do i thy derën e do i bëj. Kam heq dorë nga këto thyerjet tani e kështu me radhë, po ama do insistoj fort
në Parlamentin e Shqipërisë, që kjo gjë të ndodhi, jo për miqtë e mi që kam në futboll, po për të shkuar edhe unë, të premte të shtu në djelë tanë, në stadium atje, e për të parë. Atëherë, sa përgjegjësi, se kjo ka filluar herët, sa përgjegjësi ndjen partia juaj dhe shteti, pushteti, në lidhje me terrenet sportive që janë kthyer pallate dhe vazhdon të kthehen pallate. Nuk flas për këtë se jam konflikt interesi. Se jam një nga njerëzit që jam kundër betonit, kam qenë kundër betonit në këtë qytet dhe jam kundër betonit. Por jo, unë jam kundër betonit. Po jo dakord, po problemi është që ne flasim për klubin dhe me drejt folje, për sa terrene sportive ka, me gjithë pallateve, fusha basketboll. Pra që unë kam pa një gjë që u luret. Shko ke shkolla Petronini. Po. Para dhe mrapa shkollës Petronini ka 2 garazhe që janë ambiente pallatesh. Jo garazhe, parkime publike. Parkime private. Parkime private. Pra njerëzit, fëmijët e atyre pallateve nuk kanë drejt luajnë aty, banorët aty në pallateve nuk kanë drejt luajnë aty, dhe parkingu funksionon ditën për diell. Ja më dëgjoj pak. Shiko. Historia e terreneve sportive në radh parë, e terreneve sportive që ka pas shumë Tirana, duke filluar nga kombinati im. Fusha Zeze. Ka pas 2 fusha, nga fusha Zeze, ke fusha e Gjelbër, Pallati Pionerëve. Njëra është bërë shkolla, njëra është bërë shkollë në kombinat dhe me terrene sportive gjithashtu, shumë të mira për fëmijët e kombinatit, tjetra është bërë pallate. Edhe më vjen shumë keq sepse unë mendoj që ata miqtë e mi që kanë bërë atje e din shumë mirë historinë e fushës Zez kombinatit. Shumë mirë, jo për mua, po për ata yjet e kombinatit. Andrea Marko, Koçi Marko, Valmeçe. Po kombinati vetë arriti Çimuça. Nesi Stoja, Afrim Tole, e kështu me radhë, Alban Bushi në fund fare, e njohin shumë mirë historinë asaj fushës Zez kombinatit. Blidhi gjithë Tirana atje. Për të ardhur për të parë, këta çuna që luanin me Partizan, me Dinamo, me Tiranën, që vinë tek fusha e Zezë dhe luanin me çunat e kombinatit. Kanë luajtur. Po Tirana me që kam pa unë për Latmusën e kam pa atje të hidhet e të kërcej në përzhavorin në përqymyrin. Fusha e Pallatit Pionerëve. Fusha e Pallatit Pionerëve gjithashtu. Ishte histori që u kthye në pronarët e hershëm të atyre tokave që i kthyen në të tilla gjëra. Që i kthyen në të tilla objekte. Që po interesi publik. Tani. Ti tjetërsonin. Diku nuk bie dakord unë me gjithçka që ka ndodhur në 35 vite me terrenet sportive që qeverit, agjencitë e tjera mund t'i kthenin pronarëve, po pa ndryshuar destinacionin e tyre. Po. Në qoftë se e donte dikush fushën e Zezë, e kishte pas pronë e vetë, fushën e Zezë në kombinat e kështu me radhë, po të mbante. Po për ambiente sportive. Për aktivitete sportive. Ky mbreti i madh, këtu ke Pallati Pionerëve, mund të mbante, po për ambiente sportive. Jo për ndërtuar një pallat atje. E kështu me radhë kudo në çdo cep të Tiranës. Tani, të vim është e njëjta. Një sekond, ma lër ta mbaroj. Më ngritej shqetësim që unë e kam marrë në gjithë njësin 5, që është problemi i parkimit. Dhe mbi të gjitha, problemi i zënjes hapësirave publike. Edhe aty, e di që ata që janë aty janë si pronar. Kam një muaj që zjem me ca me mbiemër, me një mbiemër të çuditshme që s'ka lidhje me Tiranën fare, po që thonë jemi pronar. Fiks mua aty mbas shkollës Petronini Luarasi, në krahët shkollës Petronini Luarasi. E që thonë jemi ne pronarët e këtyre ambienteve midis pallateve. Okej, mund të jetë edhe prona jote. Po unë i kam kërkuar bashkisë bëj betejë për të mbrojtur hapësirën publike edhe me këta që pretendojnë se i kanë pronat e tyre dhe me çdo zyrtar të korruptuar që ka kthyer pronë mes pallateve. Ka njohur dhe ka kthyer pronë fizike mes pallateve, por është bashkia që licenson këtë lloj aktiviteti. Dhe bashkia duhet thotë stop. Ajo është prona jote, po unë nuk t'jap licencë për të bërë parking privat për të dehurit e bllokut që parkojnë atje. Për të dehurit e bllokut që parkojnë. Ne po flasim apo për të tjerë si këta që kanë hyrë mes pallateve në mes bllokut dhe ku kanë biznese më fitimprurës pikërisht. Kur nesër tysh në Europë ti lejen këto? Jo kur nesër. Ne jemi në një proces negociatash me Bashkimin Evropian. Dhe nuk t'i lejen këto gjëra. Tani ne jemi në kapitullin më të rëndësishëm për ne, që është funksionimi i tregut brendshëm.
Dhe këtu tek funksionimi i tregut brendshëm ka shumë çështje që duhen trajtuar e që duhen zgjidhur në standardet e Bashkimit Evropian që mund të ndihmojnë pafund qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Për një pjesë të tyre un kam folur gjatë këtyre viteve në parlament, por nuk kanë dashur t'i bëjnë me hir. Tani vjen BE-ja dhe do t'i bësh me pa hir, sepse me ta nuk funksionon. Kjo historia që shiko sikur ta bëjmë dhe kështu dhe ta bëjmë ashtu. Jo, ata thonë është ky standardi dhe do ta bësh kështu. Dhe pastaj vazhdon. E bëre? Jo. Ja. Stop. Stop. E bëre? Stop. E bëre? E bëre. Mandati 4 është për të kriju këtë klimë. Eksakt, këtë lloj klime. Po, tash ti, ju folet për Partizanin, në të drejtë tifoz i Partizanit, unë tifoz i Tiranës, a e kuptoj që mund dhe Tirana nuk ka një histori? E shikojnë si rinë tifoz të Partizanit me tifoz të Tiranës me histori. Po ti dëgjosh për stadiume, kështu kthehemi. Kështu kthehemi. Nëse u kap me turma të nisë. Jo, me turma do merrem unë, s'u prandaj vetëm stadium. Po, asun s'mpëlqej ajo, sharjet nga motra, nga nona. Turpi i madh. Se çka kusuri kanë nonat tona, motrat tona. Nuk është puna, aty ka gra, ka njerëz ti me milion. Eksakt. Hajde shpjegoja fëmis. Po, hajde shpjegoja fëmis një stadium Uluret nuk ka nga të dy krahët, banalitet. Banalitet për thonë ignorancë, çat dush vjen emri, nuk ka tifozlik ai. Unë s'kam një gjuk, unë shkoj shoh Liverpoolin, kam mot çmen, këndojnë për Liverpoolin. You never walk alone. S'kam një gjuk. Biles nuk i shajnë lojtarët e vet, kur? Tash i për them, edhe mua më dhem Tirana sepse nuk ka një klub dinjitos, nuk ka një historik, nuk ka një muzeum, klubi që është krijuar 1920-ën. Që ka gjitha trofe, që ka gjitha kontribut të futbollit shqiptar. Dhe që, shiko, të treja klubet që ka Tirana, po edhe Shkëndija që ka që më përpara, janë klube historike. Dhe unë kam një apel sot për Bashkinë e Tiranës, pavarësisht se këto janë klube private sot, të themi, apo diku edhe me një përqindje aksionesh publike të bashkisë apo dikujt ndonjë institucioni tjetër. Ajo që do doja unë shumë është që Bashkia e Tiranës të iniciojë apo të bëhet ajo materializuesja e iniciative që ndërtoj një muze sporti në Tiranë. Po. Një muze sporti në Tiranë. E vetmja gjë që kam parë si perëndim, që kam parë si perëndim këtë kohë, ishte federata që ka bërë një muzeum të futbollit shqiptar që siç e kanë gjithë klubet e mëdha që kanë. Na duhet i gjë në Tiranë. Dhe duhet jetë mundësia është. Dhe duhet jetë një muzeum që nuk ndan tifozët, po që bashkon historinë e sportit shqiptar. Që edhe ai tifoz i Tiranës, edhe ai tifoz i Dinamos, edhe ai tifoz i Shkëndijës, edhe ai tifoz i Partizanit, ta gjej veten e të bashkohet atje brenda atij muzeumit të sportit. Këtu temë tjetër do folim për sportin, këtu është temë tjetër që këtu duhet të funksionojnë gjitha organizmat, pushteti, federatat, gjithë base, nuk mund ta bëj federata, për shembull ndeshjen kombëtare. Ne paguam gjop, tash që i bërtiqin Serbi të bofsha nonën, motrën, çfarë? Erdhi gjoba, kishte kuptim, po luajse me ç'i po luajse me Maltën. Unë nuk e di se kush nga këta të UEFA-s dinte shqip aty në atë. Braçe, ka se din shqip se më është edhe çik tendencioz tani për na lënë një pjesë të stadiumit bosh për ndeshjen me Serbin. Duhet, aq më tepër që nuk po luam me Serbin, pse duhet? Pastaj ç'është ky patriotizëm folklorik? Kjo është tjetër gjë. Për ata unë jam dakord. Nacionalizmi në sport është budallë. Dhe në kohën që s'po luam me Serbin, nëse temë tjetër. Nëse varet. Ju jeni për 35 vjetësh në jetën politike të PS-s. Një zë dhe një lojtar që keni luajtur një rol të rëndësishëm, keni turbulluar ujërat, kritik dhe atipik në të përgjithshmën e politikës shqiptare që janë yes men. Keni krijuar profilin tuaj, më fal. Keni luftuar për votën. Thuaj si Tiranës thua, çfarë problemi ke, po? Braçe është gjithmonë, ta përmenda edhe në fillim, ju sikur hecni zjarr, nuk rrini dot e rehat. A është mbetur Braçe që ngeli në listat e hapura në këtë zgjedhje? Jo, nuk jam i qef mbetur pse isha në listat e hapura. Jam qef mbetur për kohën që nuk e pata. Gjatë kësaj fushate elektorale, unë kam marrë këtu në Tiranë vetëm 2 muaj gjysmë përpara. Unë nuk bëj fushat elektorale i lirë. Me thonë drejtën, unë punoj 4 vjet për zgjedhjet që vinë më pas. Kështu që nuk është fare në stilin tim kjo që kam bërë këto 2 muaj
e gjysëm në Tiranë. Unë do doja shumë që t'isha investuar shumë herët në Tiranë. T'isha investuar unë personalisht, jo partia për mua. Po unë personalisht isha investuar. Jo, jeni nga të paktë që votën e keni qitë me punën tu, gjithmonë nuk keni Po të them ju i keni dhënë vota Partisë Socialiste. S'kam pas kohën e mjaftueshme të jem kudo për Tiranë. I kam një borxh shumë të madh Rogozhinës. Kam qenë aty afër komshi, Divjaka është ngjitur me Rogozhinën, Çermat e kështu me radhë. I kam një borxh shumë të madh Rogozhinës, më kam marrë shumë njerëz nga Rogozhina në telefon që më thonë do të votojmë për ty, po që nuk kam shkuar dot atje, se s'kam pas kohë, nuk kam pas kohë fizike. Jam shumë i njohës. Është qarku i Tiranës? Është qarku i Tiranës. Jam shumë i njohës këtyre bujqve të Kavajës, që më kanë marrë në telefon pa fund njerëz, edhe që grumbullojnë njerëz atje, bujq zakonshëm, që më kanë marrë në telefon e kanë thënë që e dim se çka ke bën Divjak, e dim çka ke bën Çerm, se këtu jemi, kemi krushqi etj me radhë, do donim shumë të na vije këtu, po do ta japim votën ty, por na hajde herë, as aty s'kam shku. Kam pasur mundësi të shkojnë Kamës, kam pas mundësi të shkojnë Droq, edhe në Pezë, në Arban, këtu sipër në Baldush kam qenë, kam parë, se kam dash këtu brenda Tiranës merret fryma. Do në kokatri kështu të smuret qafa se shikon pallate, atje doja sepse nuk po rria do të më në Tiranë, do detyrova të shkoj. Edhe ju si parti keni pjesë në pallate. Po patjetër, të shkoja në fshat. Edhe të kthehesha në habitat. Po jam borxhlik këtyre njerëz, kam pas kohën e mjaftueshme që t'ju shkoja atje dhe i jam shumë i njohës që kanë marrë një angazhim për të më votuar mua, por mbi të gjitha ju jam shumë i njohës që po e bëjnë këtë pa qenë unë atje. Ashtu siç jam shumë i njohës gjithë qytetarëve këtu, që nga çdo cep i Tiranës më shkruajnë, kam lëviz shumë në periferinë e Tiranës, sepse kam përshtypjen që ka energji të paimagjinueshme, njerëzore, sociale në periferinë e Tiranës, ku jetojnë njerëz që edhe janë lënë në harres, janë lënë fat në tyre, e ku duhet nxirren nga ai fati i tyre për të bërë pjesë e këtij zhvillimi që me thënë drejtën, veç Partia Socialiste ja ka dhënë këtij qarku, edhe veç Partia Socialiste ja ka dhënë këtij qyteti apo asaj Kamzës atje që është transformuar. Unë kam qenë Kamës para 20 vjetësh, kam shkuar këto ditë dhe kam parë një transformim të paimagjinueshëm. Keni parasysh bathoren e 1996, 97 me cilin burreshin dhe shkojnë shihni sot Bathoren, Valiesin, Kamzën vet, institutin e kështu me radhë. Më thënë janë periferira që janë zhvilluar nën qeverisjen e kësaj partie dhe të atyre kryetarëve bashkie të Partisë Socialiste që jo vetëm kanë bërë mirë, po ngjallin shpresë që ky proces zhvillimi do vazhdojë akoma më. Qendrat e qyteteve janë një bërë akoma dhe më shumë. Do vazhdojë shumë më fort. Unë fjala bie, jam xhelos për Vorën. Kam qenë Vorë ku ndodhi Gërdeci. Dhe merre krahasoje Vorën tani me Vorën e Gërdecit. Merre krahasoje. Nuk po them që atje s'ka më një industri të mërshme siç është kjo, siç ishte ajo industria e demontimit të armëve mes një zone të banuar, e me aq rrezik sa futi nën tokë 26 veta. E sa të plagosur, sa të dëmtuar. Po mbi të gjitha fëmijë bark nënave. Kam vdekur atje. Ka vdek nëna, shtatzan atje që punonte e shfrytëzoi në mënyrë kafshërore. Si mund të zgjatet ky? Lutem, kam lëvizur gjatë gjithë kësaj periudhe. Vetëm ajo gjë që më ka munguar ka qenë koha. Dhe unë do mundohem fort që gjatë tyre 4 viteve t'ju shkoj të gjithëve. E të merrem me ta, e të flas për problematikat e tyre, të gjymoj nga mbrapa problematikat e tyre, e natyrisht të zgjidh çfarë mundësie kemi. Po ju them, edhe sot, kush na dëgjon këtu në emigracion e kudo gjet, më thënë, veç kësaj partie që ka bërë këtë transformim që sot ekziston, me të mirat, me të këqijat e saj, me gabime, po edhe me korrupsionin brenda, i kemi bërë këto. Transformimi është i dukshëm. Nuk kam kujt i fshihen. Këto janë siç transformimi është i dukshëm, po edhe korrupsioni në anë tjetër është i dukshëm. Kështu që nuk mund t'i fshihem kësaj gjëje, po unë dua që të kem kohën e mjaftueshme këto 4 vjet për të marrë me këto problematika, e mbi të gjitha për të marrë me periferinë e Tiranës, sepse periferia e Tiranës ka potenciale fantastike. A e dini që Aira Kipsulja atje kishte një panair libri. Po imagjinon të kush 20 vjet më përpara panair libri në Bathore. S'kishte librari. Në Bathore. Në Bathore.
nuk kishte librari më në Tiranë. Panajir libri në Kanës. S'ka kanema në Tiranë. E disa shkolla të reja janë O kinemat. E disa shkolla të reja janë. Do më thënë, ky lloj transformimi që po ndodh, votës qytetarëve në radh parë, besimit ke Partia Socialiste dhe tek puna që ka bërë Partia Socialiste, unë mendoj që është një themel shumë i mirë për të vazhduar për shkuar përpara pikërisht përmes këtij transformimi. E mbi gjitha duke luftuar ato fenomene që e frenojnë, nuk e lënë që të shkojnë kapacitete maksimale, potenciale maksimale këtë lloj transformimi e këtë lloj zhvillimi. Okej. Tash do të bëj një pyetje. Pra koha më mungoi. Asnjë qef mbetje me kërkënd fare, përveç se faktit që jam qef mbetur Edi Ramës, që nuk më la kohën e mjaftueshme për ta bërë siç di unë ta bëj fushatën elektorale. Dakor, por shkurt, a mendoni që kjo lloj zgjedhje që të fusit të rit në listat e mbyllura dhe të lej ju që keni pas të kontribute në listat e hapura, është e mirë? Unë mendoj nga një herë që ju keni kaq vjet dhe unë besoj që ti do ta fitosh, sepse e para je njëri punëtor, e dyta je njëri që fol hapur, po, dhe duhet një zë si Braçe, siç duhet një zë nga opozita në parlament si Dashej. Duhen zërat e tillë duhen. Sepse një nga zërat më racional që unë kam dëgjuar në parlamentin e Shqipërisë. Lajm. Dhe tani unë po ju pyes një pyetje që kanë bërë gjithë, ja kanë bërë dhe Dashejt, me që ra fjala ja kanë bërë edhe këti këti partisë Llapet, si quhet drejt. Ndes. Endri Shabanit. Domethënë, a thash se ai kishte bërë Llapës? Jo, Llapa nuk vjen këtu. Qartë. Llapa nuk vjen këtu. Nuk vjen, nuk do të flas fare për të fare. Një megaloman që do të shihni se do të përfundoj shumë shpejt. Pra, opozita pretendon se është një parti e djathtë dhe konservatore, nacionaliste, sovraniste, për familje dhe për fenë. A mendoni që ka të djathtë në Shqipëri dhe a mund të jetë sovraniste një parti që bëhet bëth e brek me Fredis Beleris dhe është gati të çes det e tokë për Shqipërinë? Për Shqipërisë. Jo, nuk ka. Po, unë kam parë të djathtë në parlament, Dashi është një nga të djathtët, të themi puro, në parlamentin e Shqipërisë. Bamir Topi gjithashtu ka qenë parlament, ka qenë presidenti i vendit, është një djathtë. Megjithatë, fillimi deri në fund do të jemi por të kërkosh të djathtë tek këta, për më tepër sovranist dhe nacionalist, në kushtet kur janë këta përgjegjësit kyç, për atë marrëveshje të dëmshme në kurriz të kufive të Shqipërisë, me Greqinë, apo kur janë këta, ata që i kanë dhënë Greqisë arsye, pse duhet vije të bëj fushat elektorale në himar, një territor, një popullsi e pastër, qelibar, shqiptare, nga fillimi deri në fund. Madje e lashtë si e tillë, si shqiptare. Janë malsorë. E lashtë si e tillë si shqiptare. Domethënë, këta nuk meritojnë absolutisht gjë për gjëje. Po mbi të gjitha, të bësh në mënyrën më të shëmtuar të mundshme. Aty bashkë, Fredi Beleri, edhe të zgjedhurit e tij, me shqiptar të çamërisë, është një perversitet ordiner që nuk meriton, ose më mirë me thënë, nuk meriton respekt, po meriton një ndëshkim shëmbullor me votë. Tani unë dyshoj. Perversitet nga ky, po ato nuk kanë përgjegjësi që u bën bashkë çamët me në një koalicion të tillë? Nuk i vi fare kësaj historie, e kam dëgjuar shpërtimi Drizin se çfarë thot për këtë gjë, kam bërë koalicion me PD-n, përgjegjësinë duhet ta mbaj PD-ja që ka ftuar në koalicion edhe atë. Po ti nuk mban përgjegjësi? Është një muhabet me kap veshin kështu, po. Do të ishte parimore që kjo gjë mos ndodhte. Në gjykimin tim. Ndërkohë që këta janë këta Beleri e të tjerë me ra, falni, edhe Beleri është shqiptar, nuk është grek. E di. Shqiptar gjakprish. Po ndjehet grek në historinë e tij, ose më mirë me thënë, e ka të qenit grek business. Po ai ishte ky njeri kur ishte president që kërkonte Belerin si terrorist, siç të qenit, siç se ka kërkuar asnjëherë ai Belerin. Si ka qenë president? Zero. Merrni pyeteni këta çunat që janë marrë me hetimin e masakrës Peshkëpisë. Ka qenë një kontribut skandaloz i Sali Berishës.
i Bashkim Gazetetës, i Agim Sheut në atë kohë, drejtor i përgjithshëm i policisë së shtetit, që hetimi për atë çështje mos ndodhte. Ka pasur akte represive përkundrejt minoritetit grek këtu, pa shkak nga ana e qeverisë Sali Berishës. Por një vit pas masakrës Peshkëpis ka qenë një tentativë dytë ku është arrestuar Fredi Beleri. Një tentativë dytë për të sulmuar një tjetër post kufitare në Gjirokastër, që ka dështuar për shkak të këmbimit të informacionit midis qeverisë së Papandreut në Greqi dhe qeverisë kishte ikur Mitsotakis si baba atëherë. Ishte qeveria Papandreut që ka pas vullnet ta hetojë këtë gjë, ta hetojë ngjarjen dhe nuk ka pasur absolutisht kontribut nga ana e palës shqiptare përfshi Sali Berishën dhe këta dy personat e tjerë që minimumi të dërgonin në Greqi numrat e armëve të grabitura gjatë masakrës së Peshkëpis, armë të cilat u kap komandoja një vit më pas dhe në përbërje të cilës ishte edhe Fredi Beleri. Pra që në atë ko ka njësur kjo gjë. Kalem politikën, si ka mundësi me gjitha këto, që thatë ju dhe që dim dhe më shumë një nëndin. Një njeri që e një vetën pak, pa e lem partitë e majtë e djatë se s'ka. Se më kujtu e një gjë. Ky djali që është në përgjykata me një deputet të Partisë Demokratike, e që ishte drejtori i policisë së Shkodër, e që ka qenë drejtori antiterrorit për gjithë Shqipërinë, është djali që ka hetuar çështjen e masakrës Peshkëpis, që të Edmond Sulej. Një nga punojësit më të drejtë më të ndershëm policisë shtetit. Dhe ai djali është sulmuar, vazhdon të sulmohet vetëm për këtë çështje. Ku është ky sot? Është punojës politike? Është punojës i thjesht i policisë së shtetit. Kështu i trajtoj njerëzit. Ja, kjo është historia. Ashtu siç ai djali tjetër që kapi Fredi Belerin me presh në duar në Himar, sot është në Akademinë e Policisë, në Akademinë e Policisë. Nuk është më në strukturën aktive operacionale të policisë së shtetit. Kjo po bën autogol ke vetja jote. Jo, s'po bëj autogol fare, unë s'merr me policinë e shtetit. Unë e respektoj policinë, jo. Për mua policia e shtetit duhet të ketë punë me partitë politike, duhet të jetë një institucion që duhet të mbrojë policët e saj. E sidomos ata që i shërbejnë këtij vendi, i shërbejnë atë dheu dhe interesave kombëtare të atë dheu. Braçë, unë nuk kuptoj një gjë që si ka mundësi, po e lem sa asun si jam me socialistët, po me këta nuk mund të jesh jo. Por problemi është si mund të shkojë një njeri që ka një lloj ndërgjegje, ka një lloj qenie shqiptare, shkoj dhe të votoj për një njeri që ka bërë gjitha këto dhe kjo që ka thamë fund me Beleri, si ka mundësi që të shkosh dhe ta votosh këtë njeri, ose si ka mundësi që jemi kaq shoqëri e dobët që të lejojmë që ky njeri le të vite kush drejt me nga opozita, ky njeri të vit kërkoj prap pushtet. Kur ky ka bërë një 97 dhe është një katastrofë dhe David Binder ka pas një artikull kur u kthy ky në pushtet mas 97-t, kjo nuk duhet ekzistonte si parti më, jo ai që shkaktoi 97-t kthej prap pushtet. Si ka mundësi ka disa ngjarje, akuzojmë Saliun Edin, po ne si shoqëri më braçe. Nuk flas dot unë për këtë gjë. Unë jam një njeri që kërkoj të votojmë, po prap nga kjo shoqëri me atë profilin tim edhe me atë punë që kam bërë, edhe që mendoj unë se mund të vazhdoj ta bëj dhe ta bëj mirë në të shkuar. Po unë nuk jam unë personi që mund të gjykoj shoqërinë, por unë do doja të thoya që ka disa ngjarje që vlen si arsye qartë pse nuk duhet votuar ajo parti dhe një pjesë atyre njerëzve, sepse edhe brenda tyre ka njerëz që mund të votohen. Janë të votueshëm për shkak të atë që asaj që kanë ndërtuar si profil edhe më vete në diferencë me leadershipin e partisë tyre kohë pas kohe. Por thash edhe një herë ka disa ngjarje. Po pse duhet të ekzistonte ajo parti pas 21 janarit? Absolutisht. Nuk duhet. Pas Gërdesit? A duhet të ekzistonte ajo parti pas Gërdesit? Çdo parti që mund të ketë ndodhur një ngjarje e tillë është shkrir vetvetiu. Ose është shkrir me vot nga qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Por unë prap nuk kërkoj vot ndëshkuese. Unë kërkoj vot miratuese dhe vot shpresa. Për atë që ne jemi, e kemi mundësinë, e kemi potencialin ta bëjmë më tutje për Shqipërinë dhe për shqiptarët.
do të bëj dhe një pyetje që sollash në vëmendje që ja kam bërë dhe zonjës Artadatit dhe Mimi Kodhelit, dhe gjithë që kam pas këtu. Ku ndryshon? Prit një sekond, to janë zonja, këto janë legjenda. Legjenda. Ke partia ime, zonja Dade është Legjend. Është këtu lart. Ke drejt. Zonja Kodheli gjithashtu, po zonja Dade është këtu lart. Tani, kemi bërë luftra ne me zonjën Dade. Po. Nuk kemi bërë betejë, luftra. Mi ka kallëzuar gjithë. Luftra. Tash problemi është që ky shkojnë në këtë kongresin e Partive Popullore në Spanjë. E pat gjuhën që përdori, jo për Edi Rama, për shtetin e vet. Por ka ndodhur një gjë që jo kundërshoni me këta. Antishqiptarizmi nuk ka brirë. Po. Ka njerëz. Antishqiptarizmi nuk ka brirë. Ka njerëz. Tash ti. Ka njerëz. Kur ka ndodhur Gërdeci, ju keni marrë një qëndrim pro Shqipërisë dhe pro sa qeverie që të sfumohet që të hyjë Shqipëria në Edi Rama. Unë jo. Po, Edi Rama. Unë jo. Unë kam qenë unë atko kam udhëhequr një fushat. Ka bërë shumë mirë. Këtë rast ka bërë shumë mirë mendoj Edi Rama. Se pengonte. Dakor, po nuk përputhej me tipin tim kjo gjë. Edhe as me mua, edhe unë jam dakord, edhe unë po tisha kam një qëndrim, por ka një gjë Në atë periudhë unë dhe Edi Rama që ai ka vënë interesat e Shqipërisë. Ja ta them, se di njëri. Po. Unë dhe Edi Rama në atë periudhë jemi zënë pafund. Natyrisht ai kishte informacion më shumë se sa unë. Ishte në kontakt përtej njerëzve brenda vendit, ishte në kontakt edhe me agjenci të tjera, lisbatuse të vendeve të tjera që u shqetësuan pafund nga ngjarja e Gërdesit në Shqipëri, për më tepër që ne ishim fare pak afër me antarësimin, me mbledhjen antarësuese të Shqipërisë në NATO. Dhe normalisht Edi Rama duhet mendonte shumë më tepër se sa unë. Unë patjetër isha indikuar emocionalisht nga një seri ngjarjesh, nga një seri faktorësh, përfshirë ngjarjet që i paraprin Gërdecit me publikimet e New York Timesit lidhur me aktivitetin kriminal që zhvillohej me kontratat e shitjes së armatimit në mashtrim plot Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Dhe po ja u them sot këtu, nuk ka shqiptar tjetër që ta ketë mashtruar Departamentin Amerikan të Mbrojtjes siç e ka mashtruar Sali Berisha në cilësinë e kryeministrit bashkë me gjithë suitën e tij biologjike dhe politike të asaj periudhe. I ka shitur fishek kinez për fishek shqiptar nën kushtet e kufizimit të plot që Departamenti Amerikan i mbrojtjes kishte vendosur për mallrat ushtarak kinez. Që jemi të drejtë. Pra unë ish ndikuar emocionalisht nga ajo gjë. Kam folur në parlament për të. E mbani mend atë shprehjen e Sali Berishës që ai New York Timesi merre përdore për letër higjienike. Ma ka thënë mua në mes të parlamentit kur i kujtova New York Timesit aty në sallën e parlamentit. Ma ka thënë mua. Pra isha indikuar emocionalisht nga ajo që kishte ndodhur, isha indikuar emocionalisht nga ajo që unë pash në Gërdec. A dini që unë dhe Edi Rama kemi qenë Blendi Klosi, Arbeni Saraj, edhe disa kolegë tjerë kemi qenë në Gërdec fill pasi është dëgjuar shpërthimi i madh. Ka ndodhur në të njëjtën ditë kur ne kemi mbajtur një qendrim, kishte filluar një sulm kundër Federatës Shqiptare të Futbollit në atë kohë. Si kujton ky shoku jot, ky Mand Duka, si kujton këto domethënë. Po ka qenë Edi Rama që ka mbajtur një qendrim përkundrejt vendimit të UEFA-s në atë moment që paralajmëroi pezullim të Shqipërisë nga gjitha aktivitetet ndërkombëtare për shkak të sulmit të këtij përkundrejt Federatës Shqiptare të Futbollit dhe kemi qenë në oborën e PS-s kur ka ndodhur shpërthimi i madhi. Ai më i tmerrshëm. Janë prej lajmet në Amerikë, janë prej lajmet për herë të parë. Ngelëm, them që ishte kjo. Dhe shoqërueste e Ramës po dëgjonin dhe ka ardhur Fetiu, komandanti i grupit Ramës, dhe tha ka ndodhur gjë të mërshme. Po i dëgjojnë për radio tha që po thonte që është botë tmerr. Ku? Në Vorë. Kemi dalë nga selia e PS-s, jemi nisur rrugë pa rrugë, kemi mbrit në Vorë. Dhe këta që shikoni ju në rrogën e unë i kam pa atje, të mbaruar në një tunel në Hotel Continental, në oborën e të cilit gjendeshin akoma ato predhat e mëdha nga kaq të artillerisë që kishin rënë mua aty. Dhe nga aty kemi mësuar që ka të vdekur shumë, dhe kemi vajtur dhe na thonë, ma përmendin mua, ja përmendin Ramës, ja përmendin Partisë Socialiste atë situatën në spitalin ushtarak. Shiko, ti jesh njeri edhe në tilla kushte, nuk është faj.
jemi sjellë si njerëz në spitalin ushtarak. Për këtë jo thash. Kemi hyrë brenda në spitalin ushtarak, na ka zënë gjaku. Unë s'kisha parë aq njerëz të gjakosur ndonjëherë në jetën time. Jam I bindur as Rama, as Klosi, as Isaraj, as njëri nga ne. Nuk kishim parë ndonjëherë aq njerëz të gjakosur, të coptuar, të bërë copash nga predhat atje. Edhe këta ishin të gjithë të periferisë së Gërdecit, ku kishin rënë predhat, e ku kishte dëmtuar. Dhe në ato kushte ka dalë ky. Këtë se kishte zënë gjë, këtë e kishte zënë, këtë Saliun. Këtë në atë moment e kishte zënë halli I madh I asaj tragjedie. Ka dalë, e kemi pas përpara, na ka ardhur përpara, e kemi thënë si është gjendja. E kemi pyetur si është gjendja. Po keq është etj me radhë dhe I kemi thënë shprehimisht. Çfarë nevoje ka për ne? Duhet bëjmë ne thirrje që njerëzit vinë dhurojnë gjak se po shikonin për masën e gjës. Dhurojmë gjak, jo e përballojmë deri tani, na tha. Dhe kemi dalë atje, kemi folur para media dhe kemi thënë kush qytetare ka mundësinë të ndihmoj duke dhuruar gjak për këtë. E ne I kujtojnë tani jo I rat shpatllave të atij. Kush I ra shpatllave të atij? Unë që një ditë më pas kanë filluar një fushat denoncuese të asaj se ai duhet vin provat vet. Fushat denoncuese të asaj ngjarje të tmerrshme atje. Kush unë I ra shpatllave, apo ai tjetri që vazhdon të jetë kundërshtari kyç I tij. Derisa ai Sali Berisha I hyn deri në varin e prindërve vet. Këta I kanë shpatllave të Sali Berishës. O, më solli një gjë. Ç'mendim ke për se me ty duhen orë tërë. Ç'mendim ke për këtë? Jam fushat, unë janë 2 ditë e fundit. Po. Më rregull tash prit se ke bërë shumë lajme, pse çfarë ke bërë aq shumë lajme, po. Era parë që takohemi, siç për këtë punë, flasim nga Amerika, po këtu era parë. Mendim ke për të moralizotin që ju drejtohet ju socializëm, do t'ju ham gjallë. Jo, se nuk ta them që ta marrë seriozisht. Çka ka punu ky berber? Nuk është puna se njeriu mund të bëjë çdo lloj pune, po. Që mund të dhuroj unë një palë gërshërë këtij edhe e kuptova. Se të njëjtën gjë I thash zonë para pak ditës dhe sinqerisht është një klon. Është një klon për arsyen se nuk dua. Jo, këte hiqet si djath, këte shkon mas një kohë. Domthon nuk ka një profil, po është unë e përkufizova një lavierës. E le përgjysëm, shkon pas një komunisti ekstremist. Pas një komunisti ka ngjilë të malla fundit, këte thotë jam idiot. Pastaj ajo që tha familje, se këtu ta kisha, unë nuk jam për të vrarë njëri. Ky koncepti, shiko. Është ato familje dëshmore, si këto ku janë këta, jo më falta për këtë se ky koncepti I sovranistëve, nacionalistëve e tjerë me radhë që kërkojnë të përputhen me familjen ka rënë vlla. Është biznes edhe ky. Po. Shikoni zotin Trump sa pal martesa ka, edhe sa pal fëmijë ka. Shikoni këtë zonjën neonaziste të Gjermanisë. Se çfarë familje e tjera. Këto janë koncepte që përdoren thjesht dhe vetëm për nevoja të biznesit politik. Po I lëmë këtë familje, unë jam rrac. Sepse gjyshi këtij, fatkeqësisht e kanë vrarë. Pse unë që kam prindër nga fshati Çar se dëgjova këtë që tha gjysmë o pinge e tjerë me pinge, po. E para njeriu rritet me vlerat e veta. Këto që sjellin biografinë bëjnë vetëm gjë që bëjshim në familje dëshmori. Tjetra gjyshi këtij ka qenë bashkëpunëtori pushtuesve italian. Pra, si ka myrë kësaj gjëje, s'kam dashme ndaj vendit. Tradhti ndaj vendit dhe ky. Shiko, të themi gjë. Kush përçmon të varfrit, të pamundurit. Se me vdekjen e Papa Franceskut Pash edhe një term në këto mediat italiane që thoshte ishte papa I të fundmëve. Nivelit më të ulët e tjerë me radhë. Kush përçmon këta? Natyrisht s'është qenie njerëzore. Dhe ai nuk është, dhe ai ka një kompleks të madh inferioriteti. Kjo është histori tjetër. Dhe këtu fillon prandaj përdorin familje të gjithë kanë nderuar me nona baba jot për ty njerëzit më të nderuar dhe më të mirë. Nona baba im dhe kështu por përdorin këto familje që kanë net dhe rrin sus majmun dhe sot na luajn të fortin këto. Mos. Unë njoh sa gërshërësh ka mirë. Të varfër me një dinjitet. Mbi mesataren e dinjitetit atyre që janë parlament, një pjesë të atyre që janë parlament. Është dhe I cekët si njeri, është dhe I cekët, pa nuk jam bleme e zgjat me këtë se
një klon, sa ka nga këta që hyn dalin nga parlamenti ka shumë. Një klon. Ka shumë. S'do kujtohet më njëri herës tjetër. Tash nëse doni mund të drejtoni një mesazh qytetarëve, kamerën e ke atje. Jo, nuk kam ndonjë mesazh specifik, votoni. Thjesht votoni, shkoni dhe votoni për të ardhmen tuaj. Mos votoni për ku diun, një inat momentit personal e të më radhë. Patjetër që ne kemi bërë gabimet tona, por ne kemi fuqinë e madhe të korrigjojmë çdo gabim që bëjmë. E mbi të gjitha, kemi kurajon e madhe që jo vetëm të pranojmë konkurrencë, po të pranojmë edhe agjenci, njerëz pas tyre që monitorojnë punën tonë. Zoti Braçe, faleminderit, ishte sigurisht kënaqësi. Shumë faleminderit.